Kemi ndruar vendet pasi do t'jemi me 2 tifoz futbolli për futbollin më të bukur në botë, futbollin në Angli. Kemi Flobianin, tifozi Manchester City, bëri habi që je me këtë ekip. Faktikisht unë jam fan si futbollit bukur, futbollit të Pep Guardiolës. Në këtë rast është trajneri Manchester City dhe me logjik që jam fan si Manchester City. Në krahun tim është Drini. Përshëndetje ç'kemi haj. Jam Ti je me Liverpoolin, me ekipin më të madh dhe më historik të Anglisë. Ku çe don olla Liverpooli jot? Unë mendoj që bonca, unë jam atë idenë që nëse diçka vazhdon shumë mirë, siç fiton kampionatin, nuk ka nevojë që të bësh kaq shumë ndryrime. Ata ndruan për shembull, ata hoqën Diazin, hoqën Nunezin, hoqën edhe blen tash blen Virtsin, blen Isakun, blen Ekitiken, që Ekitike me Isakun. Kerkez, çfarë? Kerkezin, po. Morën Ekitiken 100 milionë euro, shkon ja plasën edhe Isakut kot pa lidhje, po ata nuk i fut dot të dy bashk. Sloti nuk është trajner që thoshti që është në magjistar, ekipin që la Kloppi e mori, boni se i ra edhe City që ishte dobët, Arsenali si për herë. Nuk është si për herë ti, po këtë vit është i pari. Këtë vit janë vend parë dhe Champions League kampionat. Po mirë se edhe 22-23 ishin parë deri në prill ata dhe doqën pastaj në fund barazon me Southamptonin, me West Hamin, iku ai. Lojtarët e Liverpoolit janë thjesht lojtarë sezonal që dalin një herë në 10 vjet. Do një kampionat ku janë Kë City lojtar kështu. Kë City lojtar. Rodrin, topin e art. Ky kamerak Rodri se ka marrë topin e art vinit. Nuk po them klas kaq botëror, apo sa Rodri s'ka të krahasuar jo me lojtarët e Liverpoolit dhe të Realit, por me shumë lojtarë të tjerë që kanë qenë më përpara dhe kanë dhënë shumë për futbollin. Rodri është po jep shumë dum futbollit. Mendoj që një lojtar kur kthehet pas një dëmtimi në ACL, që është dëmtimi më i rëndë për një futbollist, mbas një viti është shumë e vështirë të rikthehesh në fushë, jo të japësh performancë, por duke qenë se po ta kesh pa ndeshjen e Manchester City dje me kundër Tottenhamit dhe ishte një ndër lojtarët më të mirë në fushë, pavarësisht se arbitri ndeshjes duhet nxjerrte me karton të kuq lojtarin më kot që ekziston në planet, Gallagher dhe Kolomuani, që tentonin ta dëmtonin. Unë do të them një gjë që nuk normalisht nuk s'mund krahasoj me Rodrin, më kam bërë atë se lëm për vete ke gjuri majt. E kam bërë në 8 orë të 2023-4-s dhe stërvitjen e kam filluar prapë në mars. Normalisht me kushtet që mund të ofronte Shqipëria mund prit mos mëni personale, priti sekond. Ai ishte Rodri për top 4 apo jo? Atë sezon. Për sa i përket atij sezon, i listojmë ato gjërat e mira që bëri Rodri. Ai listoj. Europiani. Në radh pa Europiani. Po, pik. Më thuaj, tash doli pika. Jo, po gjë më kryesore, doli opinioni publik duke thënë Fabian Ruizi. Kush opinioni publik? Është ndihmoi shumë Spanja kështu. Ne tash po e shohim Fabian Ruizin Po shohim edhe Rodrin. Po, por Rodri vjen pasi dëmtimin nga ACL-ja, kurse Fabian Ruizi ka kulmin e karrierës që ishte më i miri gjasme për top të ardhmë. Po, nuk ka pas dëmtime që Ruizi ka pas drejtë. Edhe tash ke llogaritë, ke Napoli, ke Parisi, nuk bën dot diferencën. Kjo do të thotë merita e topit të ardhmë për Rodrin në Europian ishte që ai ishte lojtari kryesor dhe kyç. Kryesor Rodri? Për ata që e shohin ndeshjen nga jashtë, nuk është se targeton shumë. Targeton Jamali, targeton Nico Williams që bën gola, që bën stile. Ai ishte për top të ardhmë atë sezon? Rodri është lojtari që do ekipin pra. Absolutisht që ishte për toptar, sa ai ngrin ritmin, ul ritmin, çson lojën, lidh repart me një tjetrin dhe pozicioni më kyç dhe më vendimtar i një ekipi në fushë është pozicioni Rodri, 6. Po tani nuk e çesua. Ishte Rodri për top 5 Kajgjo. Po nuash 6, pak ndoshta Rodri ishte pak i çuditshëm që e mori top në Arca edhe 6 dhe kështu. Ishte për ti po apo? Jo. Po edhe Viniciusi nuk është se ishte. Unë kam vënë një gjë, domethënë gjithë kohën që kam pa Liverpoolin normalisht kundër Cityt, kundër Cityt po e marrim tash ka gjithmonë janë dy rezultate që merren, kështu s'do i marr me vite, po ose fitojmë në 1-0 në mënyrën më të tmerrshme të mundshme që por fitojmë. Janë si top para aty e Bosalau gol, ose është rasti tjetër, fusin 4 këta dhe hajde lym për qef pastaj. Kështu që është 1-0 për ne, o 0-4 për këta, nuk ka ndërmjet, nuk dy rezultate janë. Për këtë vit. Edhe për këtë ndeshje i pa Fran po. Për këtë ndeshje unë do vazhdoj ta them gjithmonë pika kryesore si sado dobët që t'jenë për sa kohë kanë Guardiola trajner diçka do e bëjnë. Unë kam thonë edhe po fitove, nuk është se do fitosh me dominancë totale ndaj Cityt për sa kohë është Guardiola. Unë kam parë një ndeshje që Liverpooli ka fituar me dominancë, është këtu në 19-20 kur kanë fituar 3-1 në Anfield, që ajo kishte ca
jo po dorë Arnoldit, jo po shkollë boni gol Fabinho mos dorës Arnoldit e kështu, por ajo ka qenë lojë që me të vërtet kanë dominuar edhe 2-0 që vjet në Anfield që ishte City në periudhën më të keqe që kapi një 7-8 humbje rresht. Po që për mua kuptoj gjithmonë Guardiola për City që është pika fort. Ndërkohë, pika fort e Liverpoolit cila është? Mendoj që këtë sezon, jo vetëm këtë sezon, por gjatë gjithë historisë së tyre, pika kryesore janë tifozët dhe stadiumi. Pavarësisht lojtarëve që janë fush, ai stadium të elektrizon dhe jep shumë motivim atyre që janë fush. Dy pyetje. E para për të dy. Është vërtet ky miti që ky Haalandi thjesht bë gol me skuadra të vogla, jo me të mëdha. Se po menosha kur pite për pikë të forta është më tjetër Haalandi, por sa më kujtua që shumë thonë që ai vetëm ndeshje të vogla bë golare. Te të mëdhenj zhduket. Ja, nuk duket ashtu, më thënë drejtën. Unë mendoj që jo, është thjesht një mit nga xhelozia për Haalandin. Po ai ndeshje mbaja s'ka shkëlqyer valla. Haalandi ka bërë çdo ekipin Premier League gol, çdo stadium ka shënu. Në ndeshje me ekipet mëdha Haalandi mund ta bëjë gol, kur është ndeshje e rëndësishme që është, domethënë, si më thon make or break, siç ka qenë Champions 23-shin vendimtar. Zhduket. 22-23 me Realin edhe në finale me Interin, po që Interi hyni me 6, që ai thonë nuk është se s'bën as gjën fakt. Po çdo gjë që thuhet media dhe në rrjetet sociale besoj që është e mbivlerësuar. Pra, ata është e mbivlerësuar, dole ka llafi fund. Por në realitet tifozërinë kanë zjarr të stadiumi është i vështirë të fituar. Ma kalojmë te një lojë tani, ti vëm ballë të lojë tjetër. Sa shtypi i parë ai që mendon që e ka të drejtën e kësaj përgjigje. Pra, kur do përgjigjesh? Ekipi më i mirë është në dekadën e fundit Manchester City me dominim total. Po City. Okej. Futbolli më të bukur e luan? Ai la vetë. Nuk ka dyshim që Manchester City dhe në veçantim me Pep Guardiola. Po në gjithë botën. Po më thuaj një ekip tjetër që bëj lojën më të bukur se Manchester City. Kë do i thoj? Nuk po flas. Kë do i thoj? Futboll më të bukur Barcelona. Do thoshte Barcelona. Bravo ma, më në fund. La përgjigje ka mendoj që futbolli më të bukur dhe lezetin e tiki-takës Barcelonës e jep te Pep Guardiola dhe monstrat që kishte në fushë. Nuk mund ta japi Fermin Lopez. Guardiola e krijoi, pastaj e la gati për ata që do vinin mbrapa. Mund pëlqej Barcelona si Flikut, jo e edhe Guardiolës, po ato tjerë mbrapa si ishin gjë. Dominimin e vërtet ndër dy ekipet e ka? A le vet? Shtype mos e ki. Ha, me Hilo se ngritë dorën para, po dominimin e vërtet tash histori apo? Histori pra. Liverpooli. Mendoj që Manchester City po shkruan historinë, nuk e ka pas historinë, thjesht po e shkruan. Brezat më mbrapa që do të vinë, që do shohin këtë intervistë, do jesh shumë krenar për Pep Guardiola dhe Manchester City. Ta shohim City të pyetjen që ka. Identitetin më të fortë e ka? Do thojë City-n? Jo, absolutisht që ka Liverpooli, se ka histori më të madhe, por që kjo pyetje do jetë barabartë mbas shumë vitesh që Manchester City ta ketë kaluar. Lojtari më të mirë në fushë ka? Ka do thoj? Ka do thoj unë, Virts. Po. Mendoj që midis këtyre ekipeve është padyshim Haalandi. Makineri golash. Që në ndeshje mëdha është duket, po taksiera. Ka gjë, 50 golsha, jo me 300 milionë euro. Sa për mua bëhesh me statistikë Haalandi, mos gabojmë kot, mund të ketë që kur ka ardhur ke City, një maksimumi 2 gola kundër Liverpoolit dhe ai gol ka ardhur 23-24 në Etihad kur ka dalë nesha 1-1. Po, dhe Haalandi me në ekipet të mëdha të zhduket Haalandi. Me statistika në proporcion të drejtë, Haalandi ka saktësisht nuk e di, po ka 500 ndeshje dhe 350 gola. Bashkë me asist shkojnë në 400 kontribute në një moshë. Unë do thosha Van Dijk ku e shok. Ja, ka rënë nivel. Do të shumë rekord. Këtë vit është realisht shumë dobët. Më pëlqej shumë ai. Domethënë gaf mas gafe. Krenaria e Anglisë është ai këtë thoshje, po the City në kuptim. Po the City. Jo, prit. Tashi kjo do kërkoj emra edhe nga ekipet e tjera. Tashi në këtë pozitë që jam unë, në dekadën e fundit them City, se për histori nuk e them dot. Po për histori kush është? Mendoj që midis Liverpoolit dhe Manchester United, po që këto dy ekipet janë kryesisht. Do i lësh të dia parazim ti? Po ja jap votën Liverpoolit,
pasi ka sukses më të madh në Europë. Tani ti si tifoz, play. ti si tifoz Liverpooli sa ofendohesh që u mendu shumë për United dhe Liverpool. Tham për historinë jo për momentale. Dëgjoj, ai sa për historinë Nuk po vendohem unë se siç kemi ne 20 kampionate që sa morën kanë edhe ata 20, ata kanë më shumë FA Cup se ne kemi më shumë Carabao, vetëm gjë që na ndan si thosh më shumë janë trofet europian që ne kemi 4 Europa Liga, ata kanë 1 ose 2 mos gaboj, ne kemi 6 Champions, ata kanë 3, nuk është se mund të krahasosh. Unë krahasova historinë e ekipeve, nuk krahasova gjendjen momentale. Lojtarin e kundërshtarit që doja fshehur Azi është, që doja Pas një lojtar të dy se Virgil van Dijk do ishte një opsion shumë i mirë për të bërë akoma më dominues dhe më fitues. Rodrin. heroi në këtë ndeshje do të jetë është tipi i parë. Shtivoni parë Ekitike. lojtari i preferuar më duket. I tash për tash, po. Okej. Nga forma që ka. Mendoj që do jetë Haalandi për t'i Për të mbyllur gojë. për t'i mbyllur gojën gjithë skeptikëve të Haalandit. Bas publik. Po boni gol Haaland kanë birr. Pos boni raketa 3 birra. Çfarë do të Si të trem? Mirë, atëherë mendoj që duelin e pat ishte dueli nxehtë për ato pikat që prekëm. Tani mbet të shohim në ndeshjen se do dali. Faleminderit Fabian, Faleminderit Lili. juve, Faleminderit faleminderit. shumë. Ure fitoj me e mirë në fund. Ándale.